Trishala në Drenas ka përfunduar rreth i pari zgjedhjeve lokale për kryetar komune. Kemi pak një situatë të re. Ditën e parë të fushatës zgjedhore, Hashim Thaçi erdhi në Maqedoni, dekoroi disa persona të njohur dhe të panjohur, u interpretu përzierja e tij. Fakt dekorimi prej tij u interpretu si përzierje në fushatës zgjedhore në Maqedoni. Tani kemi edhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti erdhi gjatë fushatës zgjedhore në Drenas, mbajti tubim për krahur kandidatin e PDK-s. Cili është komenti juaj rreth kësaj? Për mendimin tim, as liderët e Shqipërisë, as të Kosovës, as Maqedonisë nuk është mirë të përzihen në për cikë i Kosovës, presidenti i Republikës Kosovës në Maqedoni, i cili ka qenë kryesisht drejt në përzierjen e punëve të brendshme ose në përzierjen ose imponimin e qytetarëve të shqiptarëve në Maqedoni për zgjedhjet që të përkrahet një subjekt politik. Kjo nuk i shërben, nuk i ndihmon qytetarëve të Kosovës, qytetarëve të Maqedonisë, sidomos shqiptarëve në përcaktimin e tyre se kujt do t'i votojnë, sepse më mirë se qytetarët e Maqedonisë të kombësisë shqiptare për liderët e vetë nuk mund t'i njoft askush, as Hashim Thaçi, as Edi Rama nga Shqipëria, as Hashim Thaçi nga Kosova, po as liderët opozitarë. Kështu që është mirë se çdo lider të punon aty ku ka marrë votën dhe mos të imponohet në territore të tjera. Sidomos Ali Ahmeti nuk ka guxuar të vjen në Kosovë dhe të përkrahë një kandidat, sepse ne, siç e ka Mek Ramiz Vladovicin, edhe neve na ka Meç Ali Ahmeti, dhe kjo është një përzierje drejt për drejt të votuesit ose të përçarja e shokëve të kohës së luftës, sepse sa është Mek me Ramiz Vladovicin, është Mek edhe me neve, me mua, me Fatmir Limen dhe shumë bashkëpunëtorë të tjerë, kështu që është një përzierje drejt për drejt në votën e qytetarëve të Drenasit, edhe pse nuk ka ndikuar asgjë, sepse sot qytetarët e Kosovës e dinë saktë se kush është Ali Ahmeti, kush është Mendo Thaçi dhe kush janë të gjithë liderët e Maqedonisë dhe të Shqipërisë. Pse mendoni se mori anë zotëri Ahmeti në këtë rast, kur thoni se është mik edhe me Ladrovcin edhe me ju? Ndoshta ka pas për detyrë që t'ia kthen një borxh ose një argat Hashim Thaçit, se ishte në mbështetje të tij gjatë hapjes së fushatës ose në dekorimin e disa figurave të cilat kanë kontribuar në luftën e shitshme të Kosovës, që për mendimin tim edhe kjo ndarja është e dëmshme, të cilën e ka bërë Hashim Thaçi, ka shumë figura të cilat kanë ndihmuar shitshëm të Kosovës dhe nuk ka mujt zoti Thaçi të di se kush ka qenë atë. Dhe kjo është një kthim i borxhit të Hashim Thaçit në mbështetje të Ladrovcit këtë rast. Derisa këtu po pritni raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Drenas, në Maqedoni po afrohen zgjedhjet parlamentare. Sa jeni duke e përcjellë dhe si komentoni zhvillimet atje? Ne jemi të informuar nga mediat e informimit, edhe nga mediat e Kosovës, edhe nga mediat e Maqedonisë, jemi duke përcjellur fushatën, shënje fushatë korrekte të gjitha subjekte politike, por një apel të cilën duhet t'ia bëj qytetarët e që ata të vendosin vetë për fatin e tyre, mos të vendosin ose mos të votojnë për politikajt të cilët deri më sot janë provuar, asgjë të re nuk kanë sjellur, ata vetëm dëmet të cilët kanë marrë qytetarët e Kosovës, qytetarëve të Maqedonisë kërkoj falje këtu, por të vendosin për politikajt të ri dhe të mos votojnë edhe herë të jepin shanset atyre politikajve të cilët vetë e kanë dëmtuar çështën shqiptare në Maqedoni. Në fund fushatës, domethënë, kemi apelet e vazhdueshme të njëpasnjshme që vijnë nga radhët e BDI-s, nga kryetari i saj Ali Ahmeti, për unifikim të votës shqiptare. Si komentoni ju, sa ju duken sinqerta këto apele? Unë mendoj që është e vonuar kjo thirrje, sepse unifikimi i votës shqiptare në Maqedoni ka qenë më herët dhe është keq përdorur edhe nga partitë më hershme, edhe nga zoti Ahmeti, që kjo është vetëm një frazë si të mblidhen vota sa më shumë. Kjo është mund të jetë një unifikues i votës, po vota unifikuar shqiptare është keq përdorur kryesisht nga Ali Ahmeti, nga partitë PDSH-a më herët, edhe tash mundohet po e shef që elektorati shqiptar ka filluar të reflektojnë, të mendojnë ndryshe se çka mendojnë ta. Nuk janë të gatshëm qytetarët e Maqedonisë, nuk duhet të jenë të gatshëm.
që edhe herë të provohen disa liderë të cilave ju ka besuar 2-3 mandate më herët, që të heqin ata. Në mandatet e tyre ka ndodhur shumë gjëra të cilat nuk jo vetëm çështën shqiptare në Maqedoni që kanë ndodhur, por kanë ndodhur çështën shqiptare të mbash shqiptare. Ki Sopotin, ki Mostrën, ki Kumanon, të gjitha këto ngjarje çojnë që këta politikanë nuk meritojnë më të marrin besimin e qytetarëve shqiptarë, por duhet qytetarët shqiptarë kanë mbrana subjekte politikaj të ri të cilët duhet ju jepet shansat të provohen edhe këta politikaj. Jo ata të cilët janë provuar deri më sot, nuk e meritojnë ta kenë votën e qytetarëve shqiptarë në Maqedoni. Po kthehemi pra te zgjedhjet në Drenas. Tani pas 2 javëve do të jetë rreth 2 zgjedhore. Cilat janë pritjet e juaja? Kandidatët juaj kalojnë raundën e dytë. Unë besoj që nisma për Kosovën sot është në ballotazh me Partinë Demokratike të Kosovës. Ne elektoratin e Partisë Demokratike të Kosovës edhe tonin e njohëm, ka qenë një elektorat deri më tash, por ofertat të cilën ju ka ofruar qytetarëve të Drenasit e nisma për Kosovën është një ofertë shumë më serioze se sa oferta e Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe besoj që mbas 2 javëve ne mund të urojmë kryetarit tonë ose kandidatit tonë për kryetar fitoren në Drenas dhe gjithë qytetarëve të Drenasit se në vërtet ka filluar të reflekton edhe demokracia në atë pjesë ku të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës kanë menduar që atje është vetëm Partia Demokratike e Kosovës dhe kur tash shoh në Prishtinë, në gjitha komunat që kanë thënë që me të vërtetë qytetarët e Drenasit kanë filluar të reflektojnë dhe të shohin më larg se sa Partia Demokratike e Kosovës, e cila deri më sot e ka llogaritur vetëm një bastion të vetëm dhe asnjëherë nuk ka menduar për atë rajon apo qytetarët e Kosovës. Vetë oferta e ofruar nga Partia Demokratike e Kosovës është në nënçmim elektoratit të cilën Partia Demokratike e Kosovës ka në këtë komunë. Ju falenderoj për atë.